Banorët të shumë të Trebishtit dhe të Ostrenit akuzojnë se shitja e kuponave është politizuar, pasi sipas tyre kush është identifikuar si votues i Partisë Socialiste e blen kuponin me çmim 1200 lekë, ndërsa simpatizantëve të Partisë Demokratike, sipas banorëve, kuponi u shitet konform vendimit të qeverisë me 200 lekë. Kanë qitë vetëm rroja, kanë qitë 3-4 punojës të komunës, kanë qitë kuponat me 200 lekë, me 2000 lekë si mas personave. Pajisja me kartat e identitetit bëhet selektive në komunën e Ostrenit. Që është njeri me pikpamje të majta, u jepen kartat me 12.000. Dhe që është me të djatha, u jepen me 2.000 dhe me iqë. 12.000 kokra para e rreth, shkojmë atje ku dhash parat. Kam marrë të aplikoj për kartat, më kanë thënë 12.000 lekë. Habitin, të gjithë e marrin me preferenca. Dikush 12, dikush 2.000 lekë. Por këto deklarata kundërshtohen nga kryetari i komunës Ostren. Në komunën Ostren, kartat jepen me 2.000 lekë. Pas daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave, numër 336, datë 15/4/2009. Megjithatë, shumica e të intervistuarve pohojnë se përveç rrugës së gjatë prej 20 kilometrash që bëjnë në këmbë për të ardhur në komunë, blerja e kuponit vazhdon të bëhet me çmimin e 1200 lekëve.